procesi zgjedhor fillon nga 20 shkurt, nga 9 degët dhe përmbyllet me 6 qershor. Pra orientimi ynë për datën e kuvendit është edhe afati statutar, 4 vjeçar, janë zgjedhje të rregullta. Është një situatë vërtet e mirë, pra që me kohë edhe i kemë bërë përgatitje më të mira të mundshme për këto zgjedhje. Nikosisht ajo që e di që është edhe risi, pra ndoshta edhe ndryshim, është se nuk do të kandidoj për kryetar të aleancës në këto zgjedhje të mbrëmshme, pra në kuvendin zgjedhor të aleancës. E i kam tregu kolegëve të mi disa arsye, edhe ja u shpjegoj edhe ju, mediat, dashur qytetar, pra po është kohë e gjatë, pra në udhëheqje nga themelimi i aleancës maj 2000, është një faktor koha, është edhe rezultati jo i mirë i zgjedhjeve, pra 9 shkurt edhe 28 dhjetor, por edhe sikur të ishte ndonjë rezultat tjetër, pra do ta merrsha një vendim të tillë, jo betu që do t'i shërbej aleancës gjithë jetën time, do t'i shërbej kryetarit të ri, po ashtu në atë nder që kom pas me udhëheq, pra kom për nder, po ashtu me shërby, me ndihmu. Unë besoj se aleanca është vlerë e Kosovës. Aleanca, pra në udhëheqjen e re, kryetarit të ri që del nga ky kuvend, do t'i fiton zgjedhjet në Kosovë, pra do t'jetë partia e parë. Unë besoj shumë që aleanca e ka këtë mundësi, ka shpall kandidaturën, kolegu, pra kandidatura e parë mund ndodhe ndonjë kandidaturë, por kandidatura e parë është Ardian Gjini. Unë e kam shpreh vullnetin për kandidaturë, për këta 3 muaj mundem me pas edhe kandidatura tjera, gjithçka është e hapun, aleanca është e hapun, për antare, për kandidatura, për gjithçka tjetër.